Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Uh, Motra të dashura herën e kaluar e filluam, domethënë të shpjegonim diçka për luftën e Uhudit dhe e përmendëm se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u konsultua me sahabët dhe sipas propozimeve të disave që ishin më të zëshëm, u vendos që të dalin jashtë Medinës dhe edhe pse pastaj domethënë e ndruan Medinën për pejgamberi alayhis salam i tha se pasi që të vishet mburoja, domethënë është në traditën e sunetin e profetëve që më nuk ndrohet vendimi, kështu që aty kemi mbetur domethënë se u vendos që të dalin jashtë Medinës për ta pritur armikun dhe jo brenda, ashtu siç ishte propozimi i pejgamberit alayhis salam në fillim. Ë Sa i përket përshkrimit të luftës, ne po shpjegojmë një sira të gjerësishme me gjitha detajet çka i kemi domethënë prej haditheve, por çështja e përshkrimi i luftës, domethënë çka është më sfiduese është kronologjia e ngjarjeve. Sepse e keni parasysh kemi pjesë të ngjarjeve që domethënë dikush e ka transmetuar diçka që ka qenë fjala për atë çështje ose e ka përshkruar diçka që nuk ka duke më interesante e tjera, ndërsa për shembull dietarëve domethënë ju ka mbet që ata me pas barën e tani mi domethënë këto pjesë të vogla mi bë bashk edhe me lidh kronologjinë. Prandaj ndodh domethënë që në libra të ndryshme të sirës të shohim se ka kronologji të ndryshme. Për shembull, mirëpo kjo është nuk është me rëndësi është domethënë që të dihen të gjitha ngjarjet çka ka ndodhur, si ka ndodhur dhe të kuptojmë çështjen, sepse edhe ne për shembull kur e përshkruajmë një event, një ngjarje, një ndaj, nuk e përshkruajmë ashtu prej fillimit, hyra te dera, pastaj doli kjo, pastaj e bëm kët, pastaj ato, po pjesë, për shembull me kët fola për kët, pastaj domethënë ishte interesante se ndodhi kjo, e tjera, e tjera. Prandaj kronologjia domethënë ne po bazohemi në dy libra domethënë kryesisht, në jetëpërshkrimin e Muhamedit alayhis salam dhe në Nektarin e Vulosur. Mirëpo, nëse shihni ndonjë libër se është ndryshe, pra është vetëm kjo çështja domethënë se si dietarët krejt ato hadithe që ai kanë përshkruar prej luftës Uhudit, si e kanë menduar se është më e përshtatshme të kenë ndodhur njëra pas tjetrës. Pra incidentet janë të njëjta, po kronologjia mund të ndryshojë. Kur u vendos prej pejgamberit alayhis salam dhe sahabeve që të shkojnë jashtë domethënë Medinës, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nisët dhe domethënë sipas shumicës të dietarëve mendohet që ka ndodhur të shtunën lufta, mirëpo të premten pejgamberi alayhis salam nisët, tani ishte muaji Shawall, nisët me ushtri në mënyrë që të arrijë në Uhud para armikut dhe që t'jetë i gatshëm me pozicione atje, domethënë në Uhud, që të nesërmën pastaj të ndodhë lufta ashtu dhe siç e ndodhi. Ajo çka vendos pejgamberi alayhis salam është që të nisët të zgjedh rrugën e fshehtë. Pra pas namazit të xumës, mendohet se ky namaz i xumës është fal para kohës së drekës, sepse ka mendime të dietarëve domethënë që namazi i xumës është i lidhur me ditën e xumës dhe jo me kohën e drekës, siç e bëjnë zakonisht domethënë praktik. Pra ka disa prej për shembull methodi Hambeli e thotë domethënë që nuk është i lidhur fare
me drekën dhe kanë në disa vende të botës, sidomos në Perëndim, domethënë që në disa pjesë të disa shtete të Amerikës që muslimanët e bëjnë më herët se sa dreka se ashtu përshtatet me orarin atje. Kështu që domethënë prej kësaj ngjarje e shohim domethënë se e kanë falur para se të vijë namazi i drekës, e kanë falë namazin e xumas në mënyrë që të nisen sa më shpejt të arrijnë sa më shpejt. Dhe arsyeja pse pejgamberi alayhis salam e zgjedhi rrugën e fshehtë është që armiku mos të merr informacione lidhur me nisjen e muslimanëve, domethënë të jetë një farë befasie kur të shkojë atje. Pra sa më pak informacione që të den armiku, aq më mirë mund të organizohen. Prandaj e zgjedhi një rrugë që ishte e vështirë për ushtrinë, sepse ishte nëpër plantacione të hurmave duhet të kalonin, mirë po ishte një pjesë e strategjisë së pejgamberit alayhis salam. Në këtë rrugtim është domethënë është shënuar një transmetim që e takojnë një person të verbër, i cili ishte pronari që asaj tokës ka kalonin ata. E faktikisht ishte një njeri i cili e urrente pejgamberin alayhis salam dhe islamin dhe ai ishte i verbër, por kur dëgjoi se po vinë, kishte marrë vesh prej munafikëve të Medinës se do të shkojnë, filloi të thoshte me të madhe se kush është, a është apo vjen Muhamedi me shokët e tij, apo vjen Muhamedi me shokët e tij, dhe pastaj tha ikni se ju nuk mund të hyni këtu në pronën time. Dhe filloi t'i shante, domethënë t'i quante me emrat më të këqijtë të muslimanëve. Dhe kur e dëgjuan sahabët kët, atëhere ju vërsulën atë i deshtën ta sulmonin për këto fjalë të ashpra që i thoshte, sepse i gjunte me gurë dhe ju thoshte këto fjalë të ashpra. Mirë po pejgamberi alayhis salam i thot, lereni të qetë. Ai është i verbër në sy dhe i verbër në zemër. Subhanallah. Domethënë problemi më i madh është që është i verbër në zemër dhe e urrejn islamin dhe nuk e pran. Prandaj këto incidente është interesant kur ndodhin në rrugës sepse në një farë mënyre e shohim që gjithmonë ka pasur dhe do të ketë njerëz të tillë që kanë një mllef të paspjegueshëm për musliman. Thënë ku e gjejnë gjithë atë mllef, ku e gjejnë gjithë atë urrejtje, pa i bë asgjë, por që shejtani e mbjell tek ata njerëz. Një prej gjërave interesante në këtë udhtim është se pasi që domethënë afrohen që të dalin në periferi të Medinës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shikon edhe një herë ushtrinë e vet, edhe shikon çdo luftëtar. Duke domethënë synuar të sheh se ku është ushtria dhe ku do t'i pozicionon. Dhe në këtë rast është transmetuar se i ka refuzuar një numër të madh të domethënë disa dhjetra, me thënë ose në 10, 12, 14 sahabë, të cilët ishin të rinj, ishin ende të vegjël dhe pejgamberi alayhis salam nuk pranoi sepse ishin në moshën 15 vjeçare të vinë. Dhe ndër emrat që janë përmendur që i ka kthy pejgamberi alayhis salam ishte Abdullah ibn Omeri, pra djali i Omerit, Usame ibn Zeidi, pra djali i Zeidit, Usaid bin Dhahir, Zeid ibn Thabit, Zeid ibn Arqam, Rabah ibn Aws, Amr ibn Hazmi, Ebu Sejid el-Hudariu, Zeid ibn Harith el-Ansari dhe Sad ibn Habe. Me thënë janë kthyer këta edhe pse ishin informuar më herët që nuk bën të shkojnë në luftë, por këta prej dëshirës së madhe që të shkojnë, ishin përdredhur disi fshehur azi e kishin ndjekur ushtrinë që të shkojnë edhe këta të marrin pjesë. Dhe subhanallahu çfarë dallimi i madh mes këtyre edhe atë që ka shpjeguar herën e kaluar në sira, domethënë burrat e botës që ishin domethënë të mëdhenj me moshë
hipokritët e Medinës, pasi që vendosin me pejgamberin alayhis salam që do ta ndihmojnë në gjysmë të rrugës e lanë pejgamberin alayhis salam dhe u larguan, domethënë një numër i madh i tyre dhe nuk shkuan në luftë dhe arsyetoshin, po kena mendu që s'ka me pas luftë. Por qëllimi i tyre ishte që ta lejnë sa më keq pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Domethënë 300 prej tyre u larguan, kjo i bjen 1/3 e ushtrisë. Pra shpjeguam se ishte një gjë e rëndë për ushtrinë muslimane, por që Allahu, domethënë, ju tregoi fytyrën e tyre që janë njerëz të cilët nuk duhet ju besohet. Tek ta të rinjt kanë qenë dy të rinj të cilët ja kanë arrit me shku edhe pse pejgamberi alayhis salam i ka kthy. Kush janë këta? Ka qenë Rafia ibn Hadish, që shkon edhe i thot pejgamberit alayhis salam, o i dërguari i Allahut, un jam një shigjetar ekspert, jam gjuj shumë mirë dhe fillojnë disa prej familjarëve të tij ta mbrojnë, thonë i dërguari i Allahut, leje se edhe pse është i ri, është shumë domethënë i shkath edhe mundet me gjujt shumë mirë dhe e lejnë atë. Pastaj kur dëgjon për këtë një shok i tij, Semur ibn Gjunde, dhe i thot, shkon te pejgamberi alayhis salam i thot, o i dërguari i Allahut, merr edhe mua se un jam më i fortë se Rafia, ti e ke lënë atë, ndërsa un jam më i fortë sepse çdo herë kur luftojmë unë e mundi atë. Dhe pejgamberi alayhis salam e lën edhe Semur ibn Gjunde, domethënë edhe pse ishin të rinj, domethënë në një transmetim mendohet se ishin 14 deri 15 vjeçar, por që morën pjesë në këtë luftë. Në ekran këtu e keni domethënë qysh është vendos ushtria e pejgamberit alayhis salam, pra kjo me të gjelbërt. Herën e kaluar tham se Kurajshët e kishin ndarë ushtrinë në 3 batalione, pra në mes ishte Ebu Sufjani, pastaj Halid ibn Velidi nga ana e djathtë dhe Ikrima, djali i Ebu Gjehlit nga ana e majtë me batalionin e tij. Dhe nga mbrapa kishin, si me thënë, kampin e Kurajshëve, i cili përbëhej kryesisht prej grave, që shpjeguam herën e kaluar se kishin ardhur në mbështetje të ushtarëve, që ju këndonin poezie, ju thërnin vargje trimërie që mi nxit ata, domethënë që mos të kthehen edhe të luftojnë sa më ashpër kundër muslimanëve. Mënyra se si pejgamberi alayhis salam i ka vendos sahabët është domethënë që ata e kishin shpinën e kthyer ka mali Uhud dhe ftyrën ka qyteti i Medinës. Domethënë armikun e pritnin që kur të vijë t'ju del atyre përballa, që armiku ta kishte mbrapa qytetin e Medinës, ndërsa para Uhudin. Dhe një strategji që e bëri pejgamberi alayhis salam është që e vendosi në një mal, i cili në atë kohë quhej Jebel Ain, ndërsa pasi që i vendosi këta arkëtarët, shigjetarët, pas luftës së Uhudit është quajtur mali i shigjetarëve. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me strategji vendosi aty 50 shigjetar që të gjunin vazhdimisht në mënyrë që mos të afrohej ushtria me kuaj. Sepse këta që ishin, domethënë, mbi kuaj, ishin në pozicionin më të mirë edhe zakonisht ata ishin që e kishin pozitën më të mirë për të vrarë ushtrinë tjetër. Mirë, po ku kishte shigjeta, kuajt nuk afroheshin. Prandaj ishte, domethënë, pejgamberi alayhis salam e bëri këtë strategji në mënyrë që pjesën prej këtij mali tjetër që po shihet këtu
deri te ky mali i vogël që është pjesa e shigjetarëve, të jetë një pjesë e ngushtë, një ngushticë, që kush e di çfarë ushtrie e madhe të vijë, ajo duhet të bëhet vetëm, domethënë në një rend të ngushtë, sado që i gjatë pastaj të bëhet, domethënë radha të jetë shumë e gjatë, kryesore mos të kenë mundësi që drejt për drejt të jenë, domethënë në aspektin e gjerësisë të jenë shumë e t'i rrethojnë muslimanët. Ky ishte domethënë një mundësi shumë e mirë për muslimanët, që ata me që e kishin pjesën e ngushtë, prej asaj pjese vazhdimisht të sulmonin dhe domethënë shohim se në pjesën e parë me të vërtetë ishte diçka shumë e suksesshme. Kur i vendosi pejgamberi alayhis salam shigjetarët, i porositi kështu, i tha na mbroni me shigjetat tuaja, sepse kuajt e tyre, të kurejshve pra, nuk do të dalin kurrë se domethënë friksohen prej shigjetave. Kështu që ata nuk munden juve mirë se sulmu, sepse pra kuajt friksohen. Dhe ka një transmetim që pejgamberi alayhis salam ju thot, edhe nëse i shihni zogjt që han trupat ton, mos u largoni nga vendet tuaja derisa ju them unë që të largoni. Çfarë do thot kjo? Nëse ne jemi vra krejt dhe vinë ata zogjt që i hajnë kufomat, ju duhet të rini prapë se prapë në këtë vend, nëse na shihnin, domethënë në gjendje të tmerrshme. Pa ju thënë unë me dalë, me lshu këtë vend, mos e shkoni këtë vend. Pra po e përmendim shumë këtë pozicion e shigjetarëve, sepse këtu është krejt esenca e luftës së Uhudit. Pra gabimi që do ta bëjnë shigjetarët është që do ta kushtojnë domethënë krejt ato që ka ndodhi në luftën e Uhudit, dhe faktikisht mësimi për ne se çka do të thotë m'u bin deri në fund pejgamberit alayhis salam dhe çka do të thotë me gabu ndaj tij. Gjithashtu ka një transmetim që pejgamberi alayhis salam ju ka thënë siguroni që armikut mos na befasojnë nga pas. Pavarësisht nëse jemi fitimtar apo humbës, qëndroni atje derisa t'ju them unë. Pra pse është ky pozicioni i shigjetarëve këtu? Që këta t'i sulmojnë armikun, ndërsa nëse dojnë këta me që janë në numër 3 fish më të mëdhaj, gati 4 fish më të mëdhaj se muslimanët, mundet që një pjesë, një batalion të shkojë mbrapa pa ushtrisë dhe kështu t'i rrethoj. Pra e dinte pejgamberi alayhis salam se mund të ndodhte kjo gjë, prandaj i porosit ata që të rinë aty dhe të jenë në gjendje gatishmërie vazhdimisht, domethënë t'i sulmojnë. Këto transmetime, këto hadithe të lidhur me shigjetarët janë transmetuar te Buhariu dhe Muslimi me zinxhirët më të saktë, më autentik. Domethënë edhe nga kjo shihet se pejgamberi alayhis salam e dinte se çfarë rëndësie të madhe kanë këta shigjetarët, prandaj edhe i porositi në këtë mënyrë. Një prej gjërave domethënë që ndodh çdo herë në çdo luftë është që të motivohen ushtarët në mënyra të ndryshme, pra, duke përsërit atë që për çka kemi ardhur të luftojmë etj, apo ndonjë gjë, diçka domethënë që do t'i shtyjë ata që t'jenë më të ashpër në luftë. Një gjë që është regjistruar domethënë që ka ndodhur është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mëngjesin e datës 15 Shewall del para ushtrisë dhe i thot, e nxjerr shpatën e vet edhe thot, kush do ta merr këtë shpatë nga unë dhe të luftoj. Kur e thot këtë pejgamberi alayhis salam, me një herë të gjithë thonë, unë i dërguari i Allahut, unë do ta marr atë. Dhe nga të parët ishte që tha këtë ishte Zubair ibn Awami. Pra ishte djali i hallës së pejgamberit alayhis salam, edhe që kemi përmend se prej sahabëve të parë që ka pranuar Islamin, që ka luftuar
çdo herë pranë pejgamberit alayhis salam, thamë se në luftën e Bedrit me lekët e kishin emituar atë, ishin veshur sikurse aj. Mirë po pejgamberi alayhis salam thot, kur domethënë thonë gjithë unë do ta marr, pejgamberi alayhis salam thot kush do ta marr atë nga unë me hakun e saj, me të drejtën e saj. Pra me marr këtë shpatë me të drejtën që e ka kjo shpatë. Dhe lajmërohet Ebu Dujane, një sahab i cili i thot, dhe cili është haku i kësaj shpate, ja Resulullah, cila është drejta e shpatës. Pejgamberi alayhis salam i thot, e drejta e kësaj shpate është me luftu armikun me të, derisa të prishet ose mos jetë e përdorshme. Derisa të thejë. Domethënë mos mu ndal, apo mos mu kthim mbrapa, apo mos me ikë prej armikut, me vazhdu me luftu derisa të thehet. Atëhere Ebu Dujane thot, unë do ta marr atë me hakun e saj, ja Resulullah. Dhe me të vërtetë Dujane ishte një luftëtar shumë i fuqishëm dhe që domethënë kohë ma ekstreme të luftës zakonisht, ai njihej se e vënte domethënë një turban, një qallë mbi kokën e vet, një qallë të kuqe, që njerëzit i thoshin qallja e vdekjes sepse nëpër lufta kur e vënte ai atë e dinin se prej çka ka përpara, prej armikut i domethënë i vret. Dhe Ebu Dujane është ai i cili në këtë luftë del para armikut në luftën e Uhudit pra, dhe fillon me ecë para tyre me një mburje, me një krenari, që të gjoksin përpara, me dur të hapura dhe ecë, domethënë si kur lavdrohet dikush. E pejgamberi alayhis salam për këtë rast thotë kjo lloj ecje është e nënçmuar tek Allahu përveç në këtë rast. Thënë me ecë ashtu me mburje, me ndjemasi para dikujt, është diçka që është e nënçmuar në sytë e Allahut, por në këtë rast, para armikut, me pas krenari para tyre, që si ka bë domethënë Ebu Dujane, në këtë rast në një kohë të tillë dhe në një vend të tillë, për t'i trembur njerëzit prej anës tjetër gjatë luftës, për t'u treguar atyre se ne jemi të fortë, domethënë jemi të fuqishëm, në këtë rast lejohet. Sa i përket anës tjetër, domethënë të Kurejshve, ata fillimisht para luftës, para se të fillojë mirë lufta, e bëjnë një manovër politik, si me thënë, munduhen që para se me fillu lufta, mi përqa musliman. Si e qan Ebu Sufjani, një lajmtar prej anës së vet dhe thot thuj kështu e kështu dhe ai shkon thot më ka dërgu o luftëtar, thot më ka dërgu Ebu Sufjani, më thën, kush janë këtu ensarët, kush janë banorët e Medinës. Po thot Ebu Sufjani, unë s'e kam një jetë me luftu me juve. Nuk kam ardhur këtu domethënë për juve, po kam ardhur për këta kushërit tanë, të cilët kanë ardhur, të cilët na kanë, domethënë, na kanë kundërshtu neve, kanë braktisë fenë tonë, ata kam ardhur me luftu. Prandaj ju jeni të lirë, shkoni tani. Pra shikoni çfarë strategjie që me thënë që me shku këta të Medinës, domethënë muslimanët mi lënë vetë muhaxhirët e Mekës dhe ata me qenë në numër shumë të vogël për t'i vrarë të gjithë. Dhe normal, domethënë ensarët këtë gjë nuk e pranojnë dhe e kthejnë mrapa atë. Dhe një prej ensarëve domethënë ngritet
Edhe thot, si guxon ti me na thënë këtë neve, si guxon të na akuzosh neve se ne duam ta lëm pejgamberin alayhis salam. Kështu që ai që kishte ardhur, kthehet e Ebu Sufjani edhe është nativ e kohës. Mirë po nuk dorëzohet Ebu Sufjani kërkon ndonjë alternativë tjetër dhe del një burr i cili ishte emri i tij ishte Ebu Amir Ar-Rahibi, e ashtu e qunin. Domethënë ky kishte qenë një prijes i Medinës, domethënë ndër prisit e Medinës, një prej njerëzve më të vjetër të Medinës dhe e kishte braktisë Medinën pasi që ka ardhur Muhamedi alayhis salam, sepse nuk dëshironte me ndejt aty ku po përhapet Islami, sepse i urrente muslimanët dhe Islamin dhe kishte shku bashkë me fisjen e vet në Mekë. Dhe ky thotë Ebu Sufjanit, o Ebu Sufjan, më le mu, se populli jam, masi kom qenë prej prisave të tij, kanë shumë respekt për mua. Prandaj le mu shkoj unë edhe i bindi ata që të kthehen në Medine e t'i lejnë vetëm këta renegatët e ju që kanë ardhur prej Mekës, domethënë, dhe janë shpërngultur. Dhe e lejon Ebu Sufjani dhe ai shkon. Dhe i thot, o populli im i Epsit, sepse ishte prej fisit Eus të Ensarve, jo Hazreq. Thot, apo më shihni jam unë Ebu Amiri. Dhe ata asnjë as dy pa e lënë me vazhdu, ja kthejnë Allahut mallkoft dhe mos tjetë kur knaqësi. Ti nuk je Ebu Amir Er-Rahibi, ka pas emrin Ebu Amir Er-Rahib. Rahib e ka kuptimin e prisit, zakonisht prisit fetar. Po i thot ti je Ebu Amir El Fasik, do thënë e quajnë Fasik është një emërtim për një person të keq, domethënë të devijuar. Sepse thot ti ke ik për njerëzve të tu dhe ke ik për pejgamberit alayhis salam prej urrejtjes që ki pas ndaj tij. Prandaj Ebu Amir ishte aq i tronditur me këtë pritje që ja bën që selan as me fol. Po e qujtën kështu, u kthy i poshtruar dhe i tha Ebu Sufjanit, popullin im është prekur nga një smundje e rëndë, domethënë smundje psiqike. Nuk e di çka ka ndodhur me ta. E pa domethënë që ata fare nuk e dëgjuan. Pra, kjo është realiteti i imanit, besnikëria që kishin sahabët, edhe pse ky më herët kishte qenë njeri që e respektonin, por kur thonë se po e urrejnë pejgamberin alayhis salam dhe po largohet prej popullit të vet vetëm se kanë pranuar Islamin, atëherë ja kthyen në të njëjtën mënyrë. Një prej gjërave tjera domethënë që ka ndodhur këtë kohë ishte se gratë Kurejshi që kishin ardhur, domethënë kampingun në kampin e Kurejshve, e ushtarëve Kurejsh, vazhdimisht këndonin, vallëzonin, thurnin vargje, të gjitha për të nxitur për këtë luftë. Domethënë, ju jepnin premtime njerëzve se kanë më dhënë pasuri, kanë më dhënë krejt çka dojnë, vetëm nëse i muin sot musliman. Gjëja tjetër që mund të ketë ndodhur menjëherë pasi që janë bë këto tentativat e Kurejshve për t'i shpërqa muslimanët edhe për t'i nda muhaxhirët prej ensarve, gjëja tjetër mund, domethënë duhet të ketë ndodhur është dy luftimi. Pra kemi përmendur këtë mubaraza si dukuri edhe në luftën e Bedrit, që ndodh që para se me fillu lufta, një person me një tjetër, domethënë prej të dy anëve e bën një dy luftim. Nuk do me thënë patjetër, por në shumicën e luftave po, nganjëherë 3 persona me 3 tjerë, dhe në këtë rast, para se të filloj lufta e Uhudit, del një prej Kurejshve, Talha
ibn Abi Talha, i cili del me një krenari madhe, thot, kush është ai që do të më luftoj mua? Kush është ai që guxon me më luftu mua? Atëherë ngritet Aliu, Ali ibn Abi Talib, dhe thot, unë do të luftoj ty. Talha kishte veshur armaturë të plotë, domethënë madje edhe durt edhe gjymtyrët ishin të bukura. Pra ky Talha ibn Abi Talha është një prej kurreshve që ka me vdekje edhe si jo besimtar, pra nuk është fjala për një sahab që e përmendim Talha, është sahab i pejgamberit alayhis salam. Dhe Aliu nuk kishte asgjë. Domethënë përveç një mburoje që e kishte në dorë, nuk kishte veshje më të veçanta, kështu që i kishin si mburoja. Dhe Talha me njëherë e filloi sulmin duke ngritur shpatën dhe duke shkuar ta sulmoj, domethënë me një shpejtësi të madhe që t'ja ngul shpatën, domethënë Aliu ta vret, ta qaj atë. Mirë po sipas transmetimit, Aliu e ngrit me një dorë, e ngrit mburojen, e lën atë shpatën, ndërsa me dorën tjetër që e kishte shpatën, domethënë në dorën e djathtë, ja prin këmbën. Tërësisht, Talhës. Pra si me thënë, me një potez e rrëzon në tokë dhe ai bie në tokë dhe Aliu përmbi të dëshiron ta vret, mirë po Talha fillon m'u përgjëru. Edhe thot lutem për drejtat e farefisnisë që i kemi, mos më vret. Në vërtet ata ishin kushërin tretë, si me thënë, sepse të gjithë ishin, domethënë kurreshët ishin farefis me zveti, por Aliu, kur e dëgjoj këtë që i tha në emër të farefisë mos më vret, dhe ishte në këtë pozitë që ishte pozitë më të mirë për ta vrarë, ishte mbi të, u tërprua edhe e largoi shpatën edhe e la të lirë. Atëherë, duke u kthyer sahabët thanë, pse nuk e vrave? Nuk e vrave. Aliu radiallahu anhu tha, unë ndjeva në siklet, se ai më lutej për lidhjet, domethënë në emër të lidhje farefisnore, që mos ta vrisja. Kështu që Aliu ja kursen jetën prej dignitetit që e kishte, prej mëshirës që e kishte, prej, domethënë atë se ishte luftëtar i vërtet, që nuk e kishte, domethënë kur armiku gjendet në atë gjendje mjerueshme me vra, po kur lufton me të si domethënë në një pozicion të njëjtë dhe nuk e vret, pra e fal. Mirë po, megjithatë Talha ma vonë vdes në këtë luftë, sepse sigurisht për këtë ka ndikuar edhe gjendja me këmbën e tij që domethënë ishte të prerë. Kështu që në këtë rast, menjëherë pas këtij dy luftimi, përsulen domethënë muslimanët, dhe ky sulmi fillestar ishte aq i ashpër që mushrikët nuk e përballuan dot. Pavarësisht ushtrisë së tyre të fuqishme, të armatosur mirë, ata s'mund ta merrnin kurrë se kontrollin. Ka disa transmetime që thonë se i shihnin duke ikur dhe para atyre iknin gratë e tyre që ishin fundi i ushtrisë atje, pra të parat atyre, thot sa që ju shiheshin këmbët, se ato kur ikshin i çonin ato fustanet e tyre, thot dhe ju shihnin, kishin traditë domethënë që në pjesën e këmbëve të zogu i këmbës i manin disa zinxhir të ndryshme si zbukurime, thot sipas transmetimit thot ju shihnin ato zinxhiret e tyre duke ikur ato prej sulmit që s'mund ta domethënë s'mund ta përballonin. Një prej gjërave interesante që është regjistruar është sulmi ndaj mbajtësve të flamurit
nga ana e Kurejshve. Pra, ishte fisi caktum që kishin nderin për me majt flamurin, e këta ishin Beni Abdudar. E shkon Ebu Sufjani si prisi apo komandant i ushtrisë dhe ju thot atyre, në luftën e Bedrit na keni turpnu, sepse keni ikur, e keni lënë flamurin. Tregoni tash, a jeni ata që do ta mbani, apo t'ja jap dikujt tjetër. Pra kishte një strategji Ebu Sufjanit për m'ju ngrit atyre inatin që me dhën maksimumin. Dhe ata thanë, ti tash kime pas që do me thënë me majt flamurin, çka kemi ju bëni atyre këtu e kështu, do me thënë, mendonin që do t'ja dilë mirë, po. I pari për këtyre abdudarve që e kanë bajt flamurin ishte ky Talha, i cili edhe vdes, thënë më vonë, edhe fillimisht mundet prej Aliut, dhe është ashtu të më thënë strategjia që nëse vdes i pari që ka flamurin dorë, e merr i dyti, derisa të vdes. Nëse vdes ai, e merr i treti, i katërti, taktohen dhe më thënë prej komandantëve të t'jesh i pari, i dytë, nëse vdes ky e merr ti, nëse vdes ai e merr ti, e kështu me radhë. Dhe ata e marrin njeri pas tjetrit, pra prej sulmit të ashpër të muslimanëve, që shumicën e flamurtarëve e vret Hamza dhe Ebu Dujane, do të thënë ata vriten një pas një 10 flamurtar. Do të thënë një pas një si majnë të gjithë këta vriten prej muslimanëve. Pra Hamza jo vetëm që vret flamurtarët, do të thënë, por në një transmetim që është shënuar për luftën e Uhudit, lista e njerëzve kush kë e ka vrarë. Do të thënë Ibn Ishaku e ka një listë prej transmetimeve që i ka mbledh, sheh se Hamza radiallahu anhu ka qenë një prej luftarëve që ka vrarë numrin më të madh të Kurejshit, së bashku me Aliun edhe Ebu Duxhan. Domethënë këta tret kanë qenë ata që mas shumti janë kanë vrarë për shkak të trimërisë dhe fuqisë që e kishin. Gjithashtu ky Ebu Duxhane që e mori shpatën e pejgamberit alayhis salam, e tregon Zubejri ibn Awami, që e përmendëm, ky sahabiu që është djali i hallës të pejgamberit alayhis salam, prej sahabëve të parë dhe prej atyre që në luftën e Bedrit e kishin imituar me lekët në veshje. Thot Zubejri, thot kur ja dha Ebu Duxhanës këtë shpatën, se që ndjeva diçka në zemër, dhe më thënë, s'ka qenë fort i kënaqur me atë që ja ka dhënë Ebu Duxhanës, e nuk ja ka dhënë Zubejri. Thot vendosa me përcjell. Çka po bën ky që e meritoj që pejgamberi alayhis salam m'ia dhën këtij përparësi dhe m'ia dhën luftën, m'ia dhën në shpatën. A thua po mi dal hakut shpatës së pejgamberit alayhis salam. Thot e përcjella atë, e thot e pash që kushdo që i dilte përpara nuk mund të ndodhte diçka tjetër me atë person pas që të binte prej shpatës së Ebu Duxhanës. Domethënë luftonte si një luan i vërtetë. Gjithashtu është një transmetim prej vet Ebu Duxhanës që tregon se thotë e pash një person të maskuar, domethënë që nuk e shihte fytyra, thotë ky Ebu Duxhani, thotë që vazhdimisht i nxirrte edhe i inkurajonte Kurrejshët që me luftu sa më ashpër. Dhe thash pa shku me vra qatë person që po i shtyn kaq shumë me durët e tij po i shtyn në luftë, nuk e lë. Thotë edhe shkova e sulmova shpejt, thotë edhe momenti që deshta me vra, thotë e pash që ishte grua.
Dhe thot tash në atë moment, shpata e pejgamberit alayhis salam nuk mund të bie kaq poshtë sa të vret të më thënë një gru, dhe e la. Faktikisht ajo gru ka qenë Hind. Më thënë Hindi që të shpjegoj në ligjëratat e ardhshme se çfarë urrejtje dhe çfarë plani kishte ajo që të vritet Hamza, sepse në luftën e Bedrit ishte vrarë vllau dhe babai i saj. Kështu që në këtë pjesën e parë të luftës së Uhudit, pra është një avantazh i madh i muslimanëve ndaj tyre dhe ata fillojnë të ikin bashkë me ata që ishin në kamp këtyre gratë, shumica prej tyre, domethënë filluan të ikin dhe muslimanët ishin shumë afër fitores. Por në pjesën tjetër do të tregojmë domethënë se ndodh një ndryshim në betejë si pasojë e mosdëgjimit të pejgamberit alayhis salam, që është një mësim i madh për neve. Allahu deshi të ndodhë kështu që ne mësojmë se sa është me rëndësi qenë në atë çfarë na urdhëron pejgamberi alayhis salam dhe ndodh ajo që ndodh në luftën e Uhudit. Kjo ishte për asaj përket pjesës së dytë të luftës së Uhudit. Lutë Allahun që t'i shpërblej me të mira për vëmendjen dhe për pjesëmarrjen në këtë ligjëratë. Miru takofshim herën e ardhshme kur të ta shpjegojmë dinamikën, dinamikën tjetër të luftës së Uhudit, pra pjesën e tretë. Asalamu alaikum.